Kryeministri Edi Rama deklaroi se integrimi në Bashkimin Evropian mbetet objektivi vetëm strategjik i Shqipërisë gjatë firmosjes së marrëveshjes së re të financimit mes Bankës Evropiane të Investimeve dhe një banke të nivelit të dytë për mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme shqiptare. Rama theksoi se liria individuale dhe shteti së drejtës janë arsyet kryesore pse vendi vijon të këmbgul për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Gjatë fjalës së tij, kreu i qeverisë u ndal te rëndësia e mbështetjes për sipërmarrjen e lirë, inovacionin, digitalizimin dhe investimet e gjelbra. Ta dini që në fakt keni të drejtë që po na ndihmoni. Në fakt keni dhe të drejtë që besoni te ne, dhe të keni edhe më shumë të drejtë për të marrë breathing stereotypes about us. Me rezerva edhe disa stereotipe që ende gjallojnë për ne. Ne jemi një vend që ka probleme, por kemi bërë një rrugë të gjatë për të ardhur këtu ku jemi. E dim që ka ende rrugë për të bërë derisa të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, po ndërkohë jemi krenar që kemi bërë gjëra që kanë ndryshuar marrëdhënien midis individit dhe shtetit, siç e përmendi dhe ministria, duke transformuar shërbimet tona digital governance në një platformë të mirëfillt digjitale të qeverisjes, duke ju dhënë mundësi qytetarëve me 95% të shërbimeve ta marrin këtë shërbim duke mos bërë asgjë përveç se duke klikuar në telefonat e tyre celular apo kudo ku janë në Shqipëri e në botë. Ndërkohë jemi edhe shumë krenar që kemi kryer një transformim kaq të jashtëzakonshëm të sistemit tonë të prokurimit publik, që tashmë konsiderohet nga Komisioni Evropian, ekspertët e Komisionit Evropian, konkretisht nga Sigma dhe OECD-ja, si sistemi më i mirë i prokurimit publik në Ballkanin Perëndimor.